Lejoni fillimisht ju falenderoj nga zemra për mbështetjen e për përkrahjen e juaj, jo vetëm sonte, por në vazhdimsi. Po e përmbylli një mandat ku përveç mbi 100 projekte dhe investime kapitale tashmë të përfunduara, e shumë të tjera përveç infrastrukturës të përmbyllura, po e nisim fushatën për mandatin tonë dytë me një numër të madh projekteve që janë mbi 1 milion euro, të cilat do të realizohen në mandatin e dytë që po e nisim. Prandaj roli i kryetarit Elvan Juseli shkon shumë për të një roli të një kryetarit të komunës. Ai është një lloj të themi kryeministri i këtij regioni dhe dora gjatë të kryeministit Albin Kurti në anën e Rrafë. Fshati ynë që për shumë vite ishte lënë anash është rikthyer hartës së vëmendjes, bashkë me kryetarin Elvan Juseli, i cili ka dëshmuar se mund të qeverisë me ndershmëri. Së bashku me kryetarin Juseli, për 4 vite radhazi kemi punuar në realizimin e shumë projekteve për të mirën e gjithë qytetarëve. Na duhet dhe kemi rastin e mundësinë që të fitojmë pa balotazh.